Mirëmëngjesi, ja ku takojmë me Reze Dielli, ju uroj të gjithëve një javë të mbar, për juve që jeni ende ditë pushim e shijofshi këtë ditë të bukur. Tirana sot ishte pa trafik fare, qetë, për shkak se ju jeni në shtëpi duke na ndjekur, jeni duke marrë veten nga fundjava. Uroj dhe shpresoj që të merrni kohë për veten tuaj edhe ta nisni bukur javën. Ne në programin ton kemi gatime, kemi receta të thjeshta sot për ju, kemi gjithashtu një tematik të cilën nuk arritëm do ta trajtonim javën e kaluar, kështu që për gjitha pyetjet që na keni shkruar në rrjetet tona sociale do t'i merrni sot përgjigjet për dhimbjet e kockave. Bima dhe shëndeti me doktor Ylli Meria do të ndalet sot tek problemet e kockave që nuk po njohin mosh, edhe të rinjt kanë probleme të tilla, nga vijnë këto, si mund t'i lehtësojmë, cilat janë mënyrat natyrale, kombinime të ndryshme bimësh, receta dhe një vaj shumë të veçantë do të përgatisim për lyerjen e kyçeve, gjurit sidomos dhe si shkaktohet dhimbja, nga se shkaktohet, faktohet dhe si ta përmirësojmë atë. Na ndiqni, do të jemi pas pak me doktor Ylli Meria. Shkojmë në kuzhinë tani. Vim këtu në kuzhinë për të nisur mirëmëngjesi, javë të mbar. Takohemi për recetat e ditës. Nuk na mjaftoi fundjava për të gatuar, kështu që të gatuajmë edhe ca receta sot. E në vazhdim. Edhe çfarë themi? Dy kanë vënë, një ma vonë në studio, të ftuarit Elbasan Lind. Një kisha të vënë që në 1 mars, se thash unë e vendos në 1 mars veroren. Po. Unë s'kam vendosur akoma. Më vjen pranvera pak më herët. Pranvera me një lulez vjen, do 2 goca, 2. Kur të shoh 2 dallëndyshe, do t'i hedh në përdek pemë, të vinë t'i marrin edhe. Është ritual shumë i këndshëm. Ne kemi vendosim në 1 mars, se të ditën e Pashkës e vendosim në një pemë. Në oborin e shtëpisë, paktën kështu e kemi patur deri më tani si ritual. Shiko, më gjyshe. Vim pastaj aty plot. Erdhi dallëndyshe. Dallëndyshe që marrin. Mezi e presin madje të vinë ta marrin. Fat të sjellshin inshallah që ditëve. Faleminderit gjithashtu. Po kur flasim të fati, kur flasim të pranvera, duket sikur po bëj horoskopin, kur flasim të fati, pra thjesht unë sot kam një kulaç me kos. Kulaçin kur ne duam ta bëjmë për shesh, normalisht bëjmë një kulaç që është më i butë. Kur ne duam që më të fortë, kur ne duam ta konsumojmë, e përdorim pak më të butë. Është gjithmonë rëndësia e miellit. Pra ne përdorim gjithmonë një miell të fortë kur ne duam të bëjmë kulaçin. Unë përdor olën, sepse me olën kam gjetur atë terezin time, më dalin gatimet më të mira, nuk më tradhon kur dora dhe kur shtoj pak më shumë, a pak më pak, normalisht rregulloj me ujë, ose kur shtoj më tepër ujë, normalisht mbaj miell më tepër. Jo më kot e them që mielli është lidhësi i gjithçkaje. Nuk kam nevojë për ta situr, fare, dhe e shtoj direkt. Pra më duhet një miell i fortë. Kam krip, sodë, vezë, kos me 400 ml, vezë 3 dhe kemi krip. Kripën e kemi të 20 gram. Pra kripa është 20 gram për kile. 20 gram për kile. Kur flasim për sodën, kemi 15 gram për kile. Pra këto asnjëherë ne nuk duhet t'i harrojmë. Sa mund të jenë 20 gram? Mund të merrni 3 lugë çaj, 3 ose 4 lugë çaj. Marr një lugë dhe do të punoj sodën bashk me kripën. Me kripën. Të ngushtat. Kulaçi për këtë mëngjesin, kështu i ngrohtë. Shtoj vezët. Dhe kur flasim të vezë, është çfarë vezë kompakt, e vështirë për ta, shiko? Ja, e vështirë për ta shpërbër, sepse veza vetëm një emër ka, o Vital. Vërtet janë shumë cilësore.
Vezët Ovital, kemi një bashkëpunim të gjatë me këtë kompani, por jo vetëm këtu, besoj dhe shpresoj, uroj që edhe në familjet tuaja, të jetë bërë pjesë e tryezave, se vezët janë ushqimi domosdoshëm, jo vetëm për trupin, por për kuzhinën, për të gatuar, për të cilë receta të ndryshme, për të marrë të gjitha vlerat që vezët na ofrojnë, që mëngjesi është shumë i lehtë për të gjithë ne, mjafton të kemi vezët. Do të shtoj kosin. Kosi do t'i japi atë aftësin. Do t'i japi aftësin kulaçit. Mbaj mend gjithmonë, kur ishim të vegjël, dhe vinin mysafir, gjithmonë unë kam thënë që jam të gjyshja, gjithmonë gjyshja mbante miell më njanë. Në çdo takim brumi, buka, kur flasim buka, dreka ose darka, buka, një tavolin e gatshme kur vinte mysafiri. Gjëja e parë çfarë ishte kulaçi. Ishin byrekët me një pet ose me 2 pet. Pra mielli gjithmonë ka qenë bereqeti familjes, gjithmonë. Dhe nëse gjyshja mund të shtonte një kokër vezë, thjesht ajo veza të ishte për t'i dhënë edhe atë ngjyrën e bukur vezës, dhe nëse nuk ishte 400 ml, shtonte një gotë kost dhe më pas pjesën tjetër e shtonte me ujë. Uji do të jetë i vakët, as i ftohtë dhe as i nxehtë. Nëse unë do të shtoj ujin e nxehtë te kulaçi, normalisht mua do më dali një brum i llaspuar si balt. Dhe do më duhet vazhdimisht të shtoj miell dhe nuk do të arrij atë rezultat. Nëse është i fortë, nëse është i ftohtë, ai bruma do më dali shumë i fortë. Pra mua më duhet të kem një brum vërtet të ngjeshur të dali kulaçi. Shtoj aq ujë sa mua më duhet të zë brumin. Si duhet jetë brumi? Brumi duhet jetë elastik. Jo të ngjisë nëpër duar, por të jetë elastik. Dhe marr e punoj direkt me duar. Për bërësit, recetën e kemi gati, recetën e shkruar, për bërësit e këtij kulaçi, që domosdoshmërisht do ta konsumoni të ngrohtë, edhe ashtu nuk mbetet asnjë pjesë pak djathtë për ta shoqëruar dhe çfarë t'ju themi. Miell, vezë, vaj ulliri, kos, krip, sod dhe ujë të vakët. Normalisht në varësi të kulaçit kam dhe vajin. Tani e punojmë. E punojmë mirë dhe, siç e kam thënë vazhdimisht, kërkon të punohet 20 minuta patjetër. Çdo lloj buke, qofte gjithçka, kërkon të punohet 20 minuta. Mbasi ne e punojmë mirë, patjetër kërkon një kohë 20 me 25 minuta të pushoj. Nëse është ambienti i nxehtë, nëse është verë për shembull, ne na duhet 20. Nëse është dimër, kërkon të qëndroj akoma dhe më tepër, diku tek 35-40 minuta. Është një proces patjetër, po të themi i ardhjes, jo i ardhjes së pranverës, po i ardhjes së brumit. Pra brumi ka sekretet e veta. Dhe nëse ju këto sekrete vërtet nuk i ndiqni, mos pretendoni të keni një brum të duhur dhe normalisht një gatim me shije. Gjithçka nëse merr, nëse jep dashuri, patjetër atë dashuri do ta marrësh. Nëse un kam një top, dhe atë top e hedh me fuqi, me forcë në mur, me aq forcë do më kthehet. Nëse un topin e hedh lehtas, lehtas do më kthehet. Pra, kështu është edhe puna e gatimit. Dhe çdo gjë tjetër, jo vetëm e gatimit. Patjetër dhe marrëdhëniet, patjetër, marr i jap, marr dhe jep. Pra gjithçka është çfarë mbjell, atë do korrësh. E punoj mirë. Pra, do punoj derisa e para të mos ngjisë dhe e dyta derisa ena e gjithë të pastrohet. Kur ena pastrohet nga masa e miellit, që është nëpër ansore, do të thotë që është gati. Por që unë ta kem gati, normalisht duhet të laj pak duart, edhe, sepse më pengon në brum.
Pra kemi treguar për bërësit, tani kjo pjesa e të punuarit do na marri pak minuta më tepër, por si ka që ju e mësuat formulën për ta përgatitur dhe që ta keni dhe këtë rezultat të ngjyrës, më shtoni një kokërves, po shtojini 2-3 për çfarë do lloj mase brumi e çdo tepsi, sepse i jep vërtet edhe ngjyrë të bukur, por pse jo, i kemi të gjitha këto vlerat e mbizotëruara të secilit produkt, kosi, veza, e me radhë. Tani, ne do vazhdojmë ta punojmë brumin. Nuk ka nevojë ta lëmë të pushoj, të qëndroj, direkt do ta vendosim për të pjekur në furrën tonë. Thjesht do t'i japim pak më tepër një lloj trajte, një lloj forme më të lidhur të gjithë përbërësve dhe duke e punuar mirë, ata më shumë lidhen edhe më i fortë dhe më transparent do t'jetë pastaj edhe në pjekje. Megjithatë ka edhe disa mënyra që nuk e di çfarë i shtojnë, ndoshta jo nga të gjitha produktet, që nuk i japin kaq shumë punim. Nuk e di çfarë kulaçi bëhet. Është një lloj tjetër ai që thjesht e punojnë pak fare ose kulaçi autentik, dhe sidomos kulaçi i Vlorës. Ky është kulaçi patjetër, ky është kulaçi tjetër. I Vlorës nuk mund t'i shtojmë dhe nuk mund t'i heqim asnjë lloj presje, sepse është një kulaç tjetër që nuk e punojnë fort. Nuk e di si quhet, mbase analistat mund të ndryjnë, por që e punojnë shumë pak, shumë mimët. Jedhin këto përbërësit, thjesht sa i trazojnë pak kështu dhe e pjekin dhe del mund t'jeta i kulaçi i ëmbël. Mund t'jeta i kulaçi i ëmbël, që ishte për lindjen e fëmijëve, kur gratë ishin lehona, ajo mbase. Po ju lëm në këtë variant, pra të punojmë kulaçin dhe kur të rikthehemi do ta kemi vendosur tek tepsia dhe direkt në furrë shkëputemi për pak. Kemi përfunduar me kulaçin, edhe pak forcë dhe punim për t'i ngjeshur mirë të gjithë përbërësit aty, e padyshim për të marrë atë rezultatin që ne duam. Mbaruam me pjesën në tas, derisa t'japim një formë dhe e pjekim. Di që kur piqet, ashtu i ngrohtë konsumohet dhe shijon më shumë. Me djathë, me kosë. Me ullinj. Tradit. Or dhe një prej është edhe me copë djathë, është akoma dhe më mirë. Po dhe utrat e njoma me djathë, po prapë është mirë. Po nuk keni djathin, po keni gjizën. Po s'keni gjizën. Por thjesht, baj ulliri. Kombinime pranvere. Ja. Tani. Një letër. Vetëm lagë paksa. Ska se lagë tepsinë dhe është njësoj. Derisa pa tjetër që do të shtoj vaj në sipërfaqen e kulaçit. Ky është kulaçi me i shishëm apo i shishëm, do thoni ju, kur ta ekzekutoni si recet. Mielin për çdo përdorim nga Ola dhe përbërësit e tjerë, 3 vezë Ovital, kosin, vajin, sodën, kripën. Pirunin. Krijoj për dekor, po edhe kur të fryhet, krijohet hapësira për të mos u qarë, sepse do të ketë tendencën për të fryrë edhe nga vezët edhe nga soda. Edhe një detaj sërisht, i tillë në vaj. Ja. Dhe direkt në furrë, duke qëndruar 20 ose 25 minuta në kohë. Kështu, dhe më pas të vendosim në furrë për sa minuta? Te 30-35 minuta. Do shohim se do të kulloj pastaj, se kjo është pjesa më e rëndësishme e pjekjes, kullimi.
Edhe njërë përsëris recetën për ambisat që nuk në ndoqën, në ndërkohë bëhemi gati për të dytën, për recetën e dytë. Gatuam pra kulaç me kos, 1 kg miell, 3 kokra vezë, 100 ml vaj ulliri, 400 g kos, 4 lugë çaj krip, 3 lugë çaj sod dhe ujë të vakët. Kjo ishte receta, besoj e shënuat, dhe ne do të ndalemi tani në recetën e dytë. Specat të mbushura. Erdhi dita që t'i përgatisim specat e mbushur, do të kemi mundësi edhe në vazhdim, se tani këto muaj, dalin dhe më shumë perime të tjera të sezonit, për specat e mbushur, si pas mënyrës tradicionale, apo jo, edhe me mish të grirë dhe me pak oriz, qep, salc, pak karot, bëjmë fillimisht mbushjen, harxhin, pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër montuese të recetës. Direkt, salcën, që e shtoj, e ndihmoj, pra aty kemi domate dhe spec të kuq. E ndihmoj, me masën e ujit. Si të kaloj gjërat edhe shpejt, normalisht. E shtojmë se pastaj atë lagështi e përsit. Këtu, na e pëse më duhet pak. Do të marë qepën. Qepën e kaloj në blender. Okej, ne kemi në një masë tjetër. Pra, i kaloj njëherë në të gjitha produkte dhe më pas i themi një nga një. Po. Pra kam qepën. Qepën salsën që shtuam në tenxhere. Do të shtoj mishin e grirë. Do të shtoj orizin me pak ujë, bimët aromatike, faleminderit. Pjesa tjetër e qepës që ka ngelur. E largoj se nuk më duhet. Do të shtoj me radhë çfarë mua më duhet. Pra në tenxhere vendosëm salcën që do t'i mbulojmë, që do jetë baza. Sa speca kam? Një lugë oriz për spec. Që i bie? Në orizin që unë e kam shplarë mirë, që them është baraz me 15 herë larje shplarje, derisa të kulloj ai uji i pastër, sa kisha të lutem? 5. 5 speca. 1, 2, 3, 4, 5. Do të shtoj një pjesë të karotës këtu dhe një pjesë të karotës tek mbushja. Salcë domate, salcë speci, si të dëshironi ju. Do të shtoj me radhë piperin e zi. Piperin. Vjozën e thatë sepse bën më shumë punë. Do të shtoj hudrën, po të doni ju dhe hudrë pluhur, si të dëshironi ju. Dhe pjesën tjetër, në të kundërt. Nëse dëshironi, mund të shtoni hudrë pluhur, si dëshironi ju.
Po 2 masa të vogla që kanë ngelur, patjetër I shtoj këtu. Ups, të gjitha. Largoj dhe bimët aromatike. Dhe Ne kemi shfrytzuar pak a shumë të gjithë përbërësit. do të shtoj vajin. Specat. Do fillojmë tani që ti ta punojmë mirë, masën mbushëse, që të shtojmë pastaj tek secili spec. Do t'i vendosim në tavë, do vendosëm edhe salcën. Pra ju I patë përbërësit, kemi shtuar aromat, erzat, energjiku që është mbi zotërues, apo dhjozma. E lë pak sa të përthith orizi lagështin, normalisht edhe zbutet. E lë pak të tillë derisa dhe unë të laj pak duart. Po. Kemi dhe bimët aromatike për t'ia shtuar, ndërkohë bëjmë një përmbledhje të përbërësve për specat e mbushura. Me mish dhe oriz, 1 kilogram speca, pra një llogaritë 1 ose 2 speca për person, 500 gram mish I grirë, 2 qep mesatare, 2-3 domate, salcë e koncentruar, 2 karota, 2 speca të kuq, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle oriz për çdo spec, 1 lugë çaj energjik I thatë, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle galet, krip, piper I zi. Po të duam ne, I shtojmë edhe fresh, po të duam ne. I jep një super shije, ka marrë dhe thikën e duhur. Ska që do kaloj në blender, në grirëse, kështu që ja shtojmë për aromat për shije dhe lidhen përbërësit në një bimë aromatike që do më duhen edhe t'i vendos më pas. Dhe apo e pas kam hequr unë, po. Ja. I jap një super shije, një ekstra shije, jo super shije, ekstra shije. Kjo shija e veçantë. I shkon më së miri specave. Tashmë, pakës ujë. Është salca që do t'ja shtojmë si shtrat, po edhe si për. Tani, ne po të duam, kemi 2 mënyra. Mënyrën në tenxhere. Për t'i zjerë, për t'i pjekur. Po. Pa, le të zihen. Dhe mënyra tjetër që ne mund t'i vendosim në tavë. Nëse në tavën, nëse në furën e kemi, shtoj majdanos koper. Do I shilliqe me shumicë. Nuk se e freskojnë, se dhe aromat aty janë... Ja, pastrojmë dhe vëndin. Fuqishme, shtu që koper majdanozi I freskon pak, I neutralizon aromat. Një thik. Gjatë këtyre minutave edhe orizi është zbutur nga lagështia e përbërësve të tjere, salcës. Tani ne po të duam, si mendon? Në tavë apo I vendosim tavë direkt? Ne vendosim dhe tavë kemi, do piqet kulaçi, në proces është e sipër, po mjafton të na ziejë më mirë akoma. Unë them salca dhe ne bëjmë mbushjen, fillojmë në një tavë balte, që është e duhur të lutem me pak ripën Niki. Po. Aty lëndë që do të përthahen, sepse do të ketë... Kemi kripte salca, t'i shtoj? Atëre kam kripte salca, por nuk isha tek për kapakët e... E t'i shtoj dhe këtu. Tani.
shtojmë edhe galetën. Galetën e kishim në listën e përbërësve. Gjithmonë për të përthithur të gjitha lëngjet. Bëjmë mbushjet e para dhe kalojmë në publicitet, kur të kthehemi ju ta shikoni të përfunduar. Pra, unë nuk do ta shtoj me lukë, por bëjmë qoftet. Kjo mas kalon e tillë kështu. Ja. Po, e tillë, sepse është e ujshme si mas dhe e vendos njëra pas tjetrës. Ndërkohë, për ngjyra dhe për bukuri, kombinojeni specat e kuqe dhe jeshile. Krip, galet. Pak galet. E vendos. E filloj të gjitha kështu me radhë. Të gjitha gjatë publicitetit do të përfundoj ky proces dhe rikthehemi për ta parë të përfunduar gjithë punën e sotme. Publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, në këtë moment të fundit të recetave për sot, që shihni, tava me speca, ka përfunduar. Dhe pjesa tjetër, sepse në 1 minutë kohë që unë mund kam, edhe detyrohem ta bëj shpejt gjën, kam mbushjen duke i shtuar orizin. Orizi gjithmonë i lar, pra ka preshin qepën, gjithçka ka rrotur siç kishte mbushja. E marr dhe e transferoj në një tavë, në një enë, balte, si të dëshironi ju. E kam thënë, du gjithmonë, nëse ne kemi kujdes, shiko si të nxjerrja asë ndita as thjesht, duhet kemi kujdesin e gatimit. Marr vezën direkt. Gjatë pjekjes do kaloj në sipërfaqe. Pra kemi ricikluar, si thuash, shtoj kripa dhe galeta që të zërë një shtres të sipërme me erza. Nuk më duhet asgjë, thjesht vendosim për të pjekur. Të dyja bashkë në tavën me speca, kanë salcën, orizin, gjitha aromat aty, po ashtu edhe mbushja është bërë me shumë kujdes për të qenë plot specat, si që thamë kujdesuri t'jenë kështu si me ngjyra, dhe pastaj momenti preferuar për ta treguar është kulaçi. Nuk e di nëse është pjekur, por është pjekur dhe ka kulluar. Gjë që do të thotë një sekond, se është pesha. O, pa largojmë? Kulaça e pesha? Ja. Duhet ta lëmë të kulloj. Ta lëmë të kulloj dhe dihet që nuk prihet me thikë, ne ta thyem kështu me dorë për ta shijuar nga një copë me pak djath dhe ju përcjellim me këtë pamje të bukur të kulaçit, duket shumë mirë. Të lumshin duar. Faleminderit. Shihemi nesër me të tjera gatime. Kështu bëni dhe ju në një kreativitet, në një riciklim, çfarë tepron e rikthejmë në një recetë të re. Shihemi pas pak në Bima dhe Shëndeti. Ju përshëndesim, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu doktor Ylli. Për kocka do flasim sot. Po, sigurisht kënaqësi është edhe e jona dhe le të themi është një nga sëmundjet ose një nga problematikat më të shpeshta që mund të themi haset tek çdo qytetar, sidomos mbas moshës 45-50 vjeç. A më duket që sikur në ditët e sotme ka më shumë njerëz që vuajnë nga dobësimi i kockave, nga dhimbja e kockave, është kjo mungesë e kalciumit apo ka shumë faktorë të tjerë që po ndikon? Një nga faktorët që ndikon ose që shfaq problematika, si të thuash, në fushën e osteoporozës ose artritit e tjera, pra të dhimbjes së kockave dhe kyçeve, është edhe jeta sedentare dhe obeziteti. Është në të vërtet kocka, është një ind lidhor i mineralizuar dhe i ngurtësuar, që do të thotë, në këtë strukturë lidhjesh, përbërësit kryesor janë kalciumi, fosfori, magnezi, zinku në përbërjen e tyre, kaliumi e kështu me radhë. Kur njeriu merr një njanshmëri produktesh ushqimore, ai e ngop veten e tij, si thua, vetëm me sheqer, me pak kafein, edhe çfarë ka ajo pija aty brenda, ai qofti gazuar ose jo. Ose kur ai merr për shembull dhe ushqehet me një produkt tjetër, brumrash për shembull, ai merr shumë pak minerale dhe kjo na çon në një njanshmëri të atyre
mikroelementve që ka shumë nevojë organizmi. Pra, ai mundet që të mos ta marrë kalciumin në sasin, le të themi 1.2 gram në ditë, pra 1000 miligram. Nuk mund ta marrë kaq si thuash doza mesatare që një njeri duhet marrë, por të jetë kalcium aktiv. Kush është nga ushqimet që ka kalcium aktiv? Nga ushqimet që ka më shumë kalcium aktiv është ajo fara e susamit të bardhë, ose ai tahini që neve kemi sjell këtu, tahini. Mandej vemi tek frutat e thata që janë bajamet, stikat, arrat, të cilat edhe këto e forcojnë dhe e mineralizojnë kockën. Pra, jo vetëm susami, por edhe këto frutat e thata që unë përmenda, e në veçanti edhe kjo bajamja e egër, ose ajo e hidhura, edhe kjo e mineralizon kockën shumë mirë. Një ushqim i njanshëm, një jetë sedentare, pa tjetër që do të na japi një dobësim të strukturës kockore. Pse e themi këtë gjë? Në strukturën e saj, kocka për shembull, është e ndërtuar nga 4 lloje qelizash, dhe njëra prej tyre që jeton 26 vite, atëre kjo çfarë bën? Për shembull, struktura e kësaj është osteociti. Atëre, kjo qelizë jeton 25 vite. Mbas kësaj ajo fillon që të dobësohet. Pra kjo zë gati 95% të masës kockore, dhe ky kalcium që humbet e bën atë kockën si poroze, dhe kur bëhet ajo grafia, ajo është via si të gryerat të saj. Që do të thotë, kjo kockë ka filluar që të humbasi kalciumin dhe është drejt një dobësimi të strukturës së saj. Ato hapësirat në fillim bëhen si pore të vogla, si ai sfungjeri që është i ngjeshur në sipërfaqe. Ndërsa me kalimin e kohës, ato bëhen si fluska, si sy peshku, dhe kocka në këto raste është e predispozuar që të shkojë drejt frakturave. Është llogaritur pesha që ushtrohet. Aty te kërciri, te pjesa e talusit, është afërsisht, le të themi, 50-60 cm katror. 80 mund ta ketë ndonjëri. Atëherë, nëse ky është 100 kg, në 60 cm katror bie një pesh 100 kg, që do të thotë 1.6, 1.7 kg për centimetër katror. Çfarë bën ajo? Duke e ngjeshur atë lëngun sinovial, ajo e largon e heq, po pak e nga pak, nuk është se kjo ndodh brenda ditës. Ku do të jetë pasoja e kësaj? Si tek gjunjët, ashtu edhe tek kërciri poshtë, tek talusi, kështu. Edhe në pjesën e mbrapme si nga tendini i akilit. Duke u larguar ai lëngu sinovial, kocka do të fillojnë që të afrohen me njëra tjetrën, fërkohen dhe ato tamam sikur bëjnë një zmerilim. Kur neve ecim gjatë ditës, ne themi të bëjmë ecje, po kur kockat fërkohen me njëra tjetrën, ai zmerilimi vazhdon që ta haj kockën, ta gryej. Doktor, po mirë, në cilën moshë duhet fillojmë të bëjmë analizat, kuptojmë se në çfarë gjendje janë kockat tona, se ne shkojmë gjithmonë kur kemi dhimbje. Po, pra, duke referuar stilit jetës që kemi në ditë e kur unë përmenda atë qelizën bazë që është 95%, atë osteocitin që është qeliza më gjatë në trupin e njeriut, në trupin e kockës, 25 vjet, ajo vetëm, si thua, vazhdon të forcohet. Pra deri në moshën 25 vjeçare, ajo fillon që nga java e 8 e fetusit edhe deri në vazhdimsi vjen gjithmonë duke u forcuar. Me kalimin e kohës, kjo fillon që të eci pak paralel dhe pastaj vazhdon dobësimi i saj. Kështu që njeriu për kockat është mirë të tregojë një kujdes afërsisht, le të themi, mbas moshës 30-35 vjeçare. Nëse do të bëjmë një paralelizëm që ta kuptojnë njerëzit, për shembull, le të marrim një qëngjë ose kec ose kështu që ka kullotur në natyrë. Dhe le të marrim një tjetër që ka kullotur në për të parë strukturën kockore. Po, struktura kockore. Pra, ajo që mbahet në regjim stallor me atë të natyrës janë shumë larg. Si çdo gjë. Po kështu edhe puna. Peza, pula, çdo gjë. Gjithçka. Unë vija re në një restorant, ai e priste kockën me gërshërë. Cilat janë ato simptoma që na tregojnë që kemi probleme me kockat? Janë dobësuar kockat, ka nevojë për të mineralizuar më shumë se ç'duhet. Përveç dhimbjes, doktor, se dhimbja është faza. Po patjetër, dhimbja mund të psojë një goditje, një frakturë, një kështu, do na japi dhimbje kockash. Por, le të themi, ne përmendëm shumë pak faktor, por në një mori faktorësh të tjerë,
ka shumë rëndësi edhe ana fiziologjike e organizmit, metabolizmi. Çfarë i japim dhe ky si e absorbon, se mund të ketë njeriu parazit dhe bëhet ai çrregullimi në drejtim të absorbimit të këtyre mikroelementeve. Por është një fakt shumë i rëndësishëm. Njerëzit mund të kenë shqetësime nga tiroidja, edhe gjëndra paratiroide, dhe kjo çfarë bën? Mundet që të më ndikoj për keq, e merr kalciumin nga kocka dhe e hedh në gjak. Pra, këto të dy hormone, PTH-ja dhe TSH-i, nëse këto na dalin të çrregullta, sidomos mbi normën, kur këto të dyja janë mbi normën, e marrin kalciumin dhe e hedhin në gjak. Njeriu ndihen dhimbje kockash, kyçesh, është i kputur, por kjo të pric kalciumi mbi 10.5, 11, 12, 13 miligram për decilitër kalcium në gjak, kërkon që të shuhet, njeriu ka etje. Pra, nëse ne me vërtet i kuptojmë këto shenja, duhet të bëjmë pa tjetër këto analizat e paratiroides dhe të tiroides. Dhe nëse këto na dalin të ngritura në vlerë, pa tjetër duhet bëhet edhe ekua e tiroides. Në qoftë se kemi të ullët vitaminën D, e cila ndihmon në absorbimin e kalciumit dhe në depozitimin e tij në këto indet kockore, atëhere kalciumi nuk do të jetë në atë vlerën, për shembull, e duhur qoftë në gjak, qoftë edhe në kocka. Dhe kur bëhet kjo analiza e kalciumit, kjo kalcemia, atëhere kjo na del në vlera të ulta, për shembull mund të na dali 4, 5, 3, më pak se 8 miligram për decilitër. Atëhere duhet të bëhet edhe analiza e vitaminës D, dhe njëkohësisht e lidhur me shumë funksione të tjera, ciankobalamina, që është vitamina B12. Atëhere, kur shikohet që kjo është e ullët, ne do t'i themi personit, shiko, mos vur krembrojtës kur vete në punë, se juve qëndroni maksimumi në diell pa 20 minuta. Dhe ju keni ekspozuar vetëm fytyrën. Si t'ja bëjmë njollave, doktor, prandaj vendoset kremi mbrojtës. Jo, dëgjoj, njerëzit shkojnë në punë deri nga ora 9 maksimumi, që dielli nuk është i keq, nuk të dëmton. Nuk është kancerogen, nxitës i kancerit, dhe kthehen pas orës 16. Edhe atëhere, ky rrezatimi ultraviolet beta është shumë i ulët. Kështu që njeriu ka nevojë të marrë pak vitamin D, sidomos i mëngjesit, është i mrekullueshëm. Dhe mirë është të shtojmë atë sardelen e peshkut, pasi ajo ka vitamin D. Ka këtë, po ka edhe kalciumin shumë të tretshëm, ai skeleti. Skeleti. Prandaj lexoja diku që edhe vetë mjekët e konsumojnë, një mjek rrëfente që umse konsumoi sardelen me gjithë skeletin e vet, për faktin që ka kalcium. Ka të kalciumin dhe është lehtësisht i absorbueshëm nga organizmi. Ndryshe nga kalciumet në ushqime të tjera. Ose, le të përmendim për shembull, njerëzit zijejnë fasule, për shembull, por një zierje e tillë, ta marr fasule nga trasa, ta shplaj, ta zijej, neve më shumë i bëjmë keq organizmit në drejtim të mikroelementeve, se sa i bëjmë mirë. Sepse ajo ka folate të cilat kanë vetin që gjatë zierjes, ato të na oksidohen, dhe neve marrim një produkt që është i oksiduar, dhe është i lidhur, më lidhet bashkë edhe me disa mikroelemente të tjerë që organizmi këto nuk mund t'i marri. Prandaj fryhemi kur i zjem fasulet pa i lënë 24 orë në ujë? Ajo është tjetër gjë. Unë them, kjo mikroelementet i oksidon, lidhet me to dhe më shumë adopson organizmin. Dhe ne marrim disa mikroelemente të tjera, ato proteinat e këto, të cilat plotësojmë nevojat e organizmit. Por unë them atë kalciumin aktiv, nuk e marrim, ai oksidohet dhe ato organizmi e jashqit. Në ç'më mënyrë duhet i zjejmë fasulet pra? Atëherë, një t'i hedhur në ujë të ngrohtë, t'i lëm me orë aty për shembull, po në atë ujë, po, dhe e derdhim këtë ujin, pra ikin këto folatet, i shplajmë, zije 10 minuta pastaj, kjo është e mrekullueshme. Tani, në pjesën tjetër pas reklamave, do ta fokusojmë bisedën komplet tek trajtimet e duhura, popullore, alternative për forcimin dhe mineralizimin e kockave tona, në çfarëdo lloj moshe, pse gratë smuren më shumë nga kockat, doktor? Kanë më shumë dhimbje kockash?
Po, një ndër faktorët është edhe, le të themi, jo mosha më, Perimenopauzë, menopauza. por sa femra hy në perimenopauzë dhe në menopauzë, atëhere kjo fillon që të ndryshojë këto raportet hormonale dhe kjo gjë sigurisht që ndikon në dobësimin e strukturës kockore. Po edhe lindjet. Po sigurisht pra, ka shumë faktorë dhe le të themi që, shiko, po të di femra të balancoj dhe të ruaj këto balancat e këtyre mikroelementve në organizëm, ajo do të hyjë në perimenopauzë, në menopauzë, por do të jetë me efekte shumë të vogla ndryshimi i saj. Sepse neve marrim këto që përmbajnë estrogene, këto bimët për shembull që është ai tërfili kuq, ai ishte i mrekullueshëm, përmban estrogen, për shembull fitoestrogene, të cilat e mbajnë femrën dhe organizmin e saj, po edhe të meshkujve, në lartësinë e duhur. Nuk e lën që ajo të bjerë. Menopauzë, tërfili është një ndihmës shumë e mirë si çaj. Është i mrekullueshëm. Çfarë mund ta ndihmojë femrën? Unë kam sill një bimë këtu, që njerëzit ta njohin dhe të mos ta shkelin me këmbë. Lamium purpurea. Është hithra e butë. Sa ngjyrë të bukur që pas ka. Hithra e butë. Kjo ka ardhur nga lartësia 1200 metra mbi nivelin e detit, në plajën në Bilisht Vërmik. Bilisht? Po, dhe ka marrë dje. Bashkë me Agulicen, po. Pra ishin si thuash, si ajo manushaqja. Pas ke qenë në zonën time, doktor. Po, pa tjetër. Si të duka ajo zonë? Është e pasur? Po ishte mrekullueshëm, papale, pasaj bim kishte plot, po ishin tamam si ai sythi që i pranverës që sa po fillon të pëlcasi. Dhe kjo si e strukur dhe e mbrojtur në ato dushkajat e vogla, kështu se të shkurtra ishin ato gati 1 metër, 1 metër e gjysëm, kjo kishte filluar të lulëzonte bashkë edhe me Agulicen. Si një natyra është piktori më i madh se shive çfarë ngjyre i ka dhënë kësaj bime, si ombre që vjen nga jeshile dhe pastaj vjen me këtë ngjyrën e kuqe errët, pra purpurea, prandaj ka mbi emrin e përskuqur, po. Edhe u thash ata që më shoqëronin, shiko sa e përskuqur është kjo, si ato vajzat e brishta që kur ju flet skuqen, edhe kjo. Por kjo thash është e heshtur. Kjo vetëm të ngacmon me atë pamjen e saj, të thot, e ja këtu, më merr mua dhe vlerat e mia kalojnë në trupin tënd. Po, kjo është e vërtetë e saj. Jo ka gjithandej, por unë e solla këtu që sa më lart, aq më po, nuk diskutohet. Pra, kjo quhet ndryshe hithra e butë. Nuk është djegse, nuk të djeg, gjethet i ka si të hithrës, por i ka të vogla, ama është e pasur në flavonoide, këto që i japin këto pigmentet, është e pasur në mikroelement që forcojnë kockën. Pra, e përdorim si çaj, kjo mund të përdoret si çaj, mund të merren kjo kaqesh për shembull, ja mund të kaputen këto kështu, dhe të përdoren si lakra të njoma nga 7-8 deri në 10 fije. Kush i ka në zonën e vet këtë bim, hithrën e butë, mos e lërë. Po pra, fal flavonoideve, provoj çfarë arome të veçantë që ka, karakteristike. Arome freskët, aromë natyre, bari, aromë lulesh. Po, atëhere, kjo ndihmon ose ndikon, le themi, në fortësinë e kockave. Qofte e freskët kështu si që është, ose e grirë hollë, dhe pak e përvëluar, pak me ujë, me atë limonin, me atë vajnë e ullirit të vendit tonë që është i mrekullueshëm, dhe kjo, ato mikroelement që ka këtu së bashkë. Është në familjen e hithrës, pra? Në familjen e hithrës. Për kockat është më përgjithshme se hithra? Është më e mirë se hithra, sepse ka shumë herë më tepër flavonoide, prandaj e kam sjellë këtu. Super. Mirë, doktor, në do vazhdojmë me receta, kombinime bimësh, kombinime ushqimesh që forcojnë kockat, që rrisin mineralizimin e tyre dhe që për shkak të kësaj nuk do të kemi më probleme, dhimbje, thyerje, sidomos në moshën që tha doktori, në perimenopazë do të fillojnë gratë të ushqehen më mirë, të rrisin densitetin e kockave përmes duke larguar si gjithmonë faktorët që ndikojnë në dobësimin e tyre. Ka publicitet, na prisni. Vjojmë me sekretet që na jep natyra për kocka të forta. Përmendëm 2 prej bimëve, do të tregojmë të tjera kombinime për forcimin e kockave tona. Krahas hithrës,
Shiko, një bim tjetër që me vërtet mineralizon shumë mirë kockën është këputja, Equizetium arvense. Kjo është këputja që zhvillohet ose rritet, le të themi, hithra që e njohim të gjithë, çaji këputjes. Por nuk do të marrim këputjen që është nëpër kanale uji, por është një bim tjetër e cila zhvillohet nëpër plaja dhe nuk i ka ato gjethet si fije flokësh të ngjeshura të dëndura, por i ka të rralla. Kjo është e pasur në silic dhe silici na ndikon shumë mirë në fortësinë e kockave. Po kështu edhe lëvorja e shelgut. Pra përmban atë silicin që është edhe si thua antiseptik, po është edhe fortësues i kockave. Dhe tashmë le të vemi tek një përzierje, për shembull, hithra një dorë, këputje një dorë, kamomil ose barblete që të na qetësoj këto dhimbjet nëpër inflamacione dhe kyçe, nga një lugë gjelle dhe të treja këto së bashku mund t'i zjejmë në 1 litër ujë. Dhe i përdorim gjatë ditës si çaj që njerëzit i kanë pothuajse të gjitha mundësitë që t'i përgatisin në familjet e tyre. Pihen 2 deri në 3 gota në ditë dhe është e mrekullueshme, edhe më mineralizon kockat, edhe njeriu merr disa fitokimikate që përmirësojnë edhe funksionin e mëlçisë. Ne kemi dëgjuar që lëvozhgat e vezës, domos vezët e fshatit, pulave të rritura në natyrë, ndihmojnë në pasurimin e kockave me kalcium. Si përdoret? Si mund ta përdorim lëvozhkën? Pula e merr kur ha për shembull strallin ose ranishte në tokë. Dhe çfarë ndodh? Ky është një kalcium i depozituar këtu. Ne duhet ta bëjmë aktiv atë Ca+. Po si do ta bëjmë? Ja, për shembull praktikisht. Marrim këto guackat e vezës, 5-6 guackat, cilat ne i kemi hedhur këtu. Lahen, pastrohen dhe në të do të hedhim afërsisht lëng limoni, sa unë ta mbuloj këtë dhe ta vendosim në frigorifer. Atëherë. Meqense i kemi këtu gati, ja, për shembull, limonat i kemi. Ja. E prishim pak strukturën e lëngut të limonit. Po, ta dobësojmë strukturën e saj, sepse ai e ka ujë të lidhur në strukturë. Në këtë mënyrë, unë e prisha atë dhe në momentin që neve e presim limonin, a i lëshon, por të mund të ndihmoj pak me pamjet, kujdes, që të shikohet. Shikojmë këtu me kujdes, ja. Pra marrim dhe më shumë lëng limoni, siç thamë që është një ujë i lidhur në strukturën e tij, në atë fërkim që bëri doktori, ne e çlirojmë ujin dhe marrim më tepër lëng, të cilën do t'ia shtojmë, pra këtë lëng do t'ia shtojmë sigurisht lëvozhgave. Kjo tashin hidhet tek guackat e vezëve. Janë dhe disa mënyra që kemi parë që jo piqen, thahen dhe pastaj bëhen si plur dhe hidhen në kos, apo nuk aktivizohet kalciumi në atë mënyrë? Ne nuk e bëjmë kalcium aktiv atë, pa diskutim. Kjo është mënyra më e mirë për ta marrë. Kalcium që organizmi mundet të mos ta absorbojë atë ose mund të marrë deri në 10-15%. Kjo është mënyra më e mirë për ta marrë kalciumin. Është mënyra më e mirë që neve kalciumin ta marrim dhe ta bëjmë Ca+, kalcium aktiv. Që edhe rrit përthithjen e ti në organizëm. Absorbohet shumë më lehtë. Shiko, kur ne vrasim limonin, shiko si del kjo, ja. Po. Ja. Është shumë lehtë, pra ndoshta nuk kemi nevojë që ti përdorim për shembull ato pajisjet. Ose e çajmë në mes këtë, e presim, dhe pastaj e shtrydhim atë. Ja, sa mirë ndahet. Kur neve bëjmë kështu, ja. Megjithatë varet dhe nga limoni, doktor, se ka limona që janë shumë më të fortë dhe nuk arrin dot që të... Jo, nëse ne do ta vrasim kështu, ja prishim atë strukturën e lidhjes, atëherë nuk diskutohet që ai ujin e lëshon shumë herë më mirë. Atëherë, pak rëndësi ka kjo. Është e mjaftueshme që ne të tregojmë më tutje si do të veprojmë. Ta mbulojmë të gjithë sasinë e lëvozhgave me lëngun e limonit. Pra jemi... Mundet që të hedhim edhe një limon tjetër, nuk ka asnjë problem. Pra kjo tashin mbyllet dhe do të trazohet çdo ditë 2-3 herë. Do të kthehet e gjithë masa në një qumësh të bardhë.
Do lëshohet nga... Po pa tjetër. Pra, kalciumi tash i bëhet Ca+. Po. Kalcium aktiv. Ky kalciumi aktiv me njëherë absorbohet nga organizmi. Për sa ditë më falë, doktor? Do ta lëm 5 deri në 7 ditë. Po. Vetëm do ta përzijmë 2-3 herë në ditë dhe e lëm në frigoriferin të freskët dhe e lëm mbyllur. Pse e themi mbyllur? Sepse kjo do më marri po ta lëm hapur, oksidohet vitamina C kalciumi e limonit. dhe do të po më oksidohet kalciumi aktiv. Merr oksigjeni, kthehet në oksid kalciumi, edhe pastaj ai është një mikroelement i pa asimilueshëm nga organizmi. Mbasi kjo do të jetë bërë një qumësht i bardhë. Hedhim afërsisht 3-4 deri në 5 lugë gjelle mjalt. Pra, e quajmë do të mbushet kjo pjesa tjetër me mjalt. Dhe vetëm e trazojmë kështu. Pa e kulluar. Jo, s'ka qa kullon, ajo është bërë qumësht i bardhë. Do të tretet komplet? Tretet, ajo komplet. Atere, hedhim dhe mjaltin dhe afërsisht marrim nga kjo, për shembull, nga 2 lugë çaj deri në 2 lugë supe të sheshta. Atere, mirë është që të merret esëll para buke në mëngjes edhe në darkë, që kjo sa të shkojë në stomak, aty qimetësisët fillojnë të kenë mundësinë për ta absorbuar këtë kalcium. Dhe duke qenë që është aktiv, ky depozitohet shumë herë më shpejt në kocka dhe kyçe. Në pra ato gropëzimet e krijuara në strukturën e kockës. Ja një mënyrë pra shumë origjinale, natyrale nga produktet që kemi në kuzhinë. Tjetër recetë për tjetër mënyrë për të forcuar kockat. Pra, edhe të ushqehemi edhe të forcoj kockat. Po si? Kosi ka kalcium. Atere, mund të marrim për shembull një gotë kos dhe do ta hedhim tek pjata e mëngjesit. Ne përmendëm më parë që ndërbimet që ka më shumë kalcium është fara e susamit të bardhë që ndoshta ne nuk duhet ta pjekim. Pra të mos ta kalojmë në të nxehtë në mënyrë që atë kalciumin që kjo e ka në sasira shumë të mëdha, pra në 100 gram, për shembull, ne marrim 1 gram kalcium deri në 1200 mg kalcium të absorbueshëm në ditë. Po mirë, sa lugë susam do të konsumojmë? Ne mund konsumojmë afërsisht, por nuk do ta marrim kalciumin ditor vetëm nga një produkt. Qartë. E kuptoj. Do kemi kosin në shtëfar susamit, një produkt tjetër. Susamin, pak edhe ham. Por nuk është kjo, ose zjejmë atë kuinoa dhe ja e siguruam, ose ham kos për shembull 1 kg në ditë dhe ja u sigurua. Por ne e sigurojmë si thua vetëm në një drejtim. Por nuk ushqehet, nuk shëndoshet truri, vetëm me ato mikroelement që ka kosi. Atëherë çfarë bëjmë? Hedhim në të 1 lugë gjelle nga susami i bluar. Që është kjo tahina, që është shumë i përshëndruar. Po, ja, për shembull. Mund ta tregoj unë? Po, atëherë. Duke mbajtur që të shifet nga shikuesi. 1 lugë gjelle. Kjo pa diskutim që do të na ndihmojë në marrje dhe në përthithjen e kalciumit në kocka. Vazhdojmë tutje. Atëherë, ne kemi përzier. Tani kjo duke qenë se është pak në shije të hidhur, mund ta pasurojmë me mjalt? Pengon në... Mund t'i hedhim, ndoshta nuk e kemi të nevojshme. Do të hedhim afërsisht. Unë përmenda bajamen, stikën, bajamen negre, shumë aty është një përzierje. Atëherë, këtu është një përzierje farash. Ku kemi edhe pak fara liri, që na ndihmon, edhe këto farat e ndryshme që unë përmenda. Një produkt i cili është i mrekullueshëm për organizmin. Osteomer, çfarë ka në brendësi kjo? Kjo ka boronicën, që është e mrekullueshme, e pasur me flavonoide dhe antioksidantë shumë, ku ne do të hedhim afërsisht edhe aty një lugë gjelle. Afërsisht 2 lugë gjelle musli. Dhe ky personi të vetë nxjerrë guri, themi neve, tër ditën, sepse kjo dhe të mban shumë, se me gjithë këto element që shtuam, është e mrekullueshme. Se s'kemi ngrënë dhe mëngjes, doktor, kështu që.
Po e provojmë. Atëherë po e lëm pak që të zbuten të gjithë elementët Kjo duhet të lihet 5-6 minuta dhe ne marrim mëngjesin e parë që është shumë i shëndetshëm për organizmin. Super. Atëherë, konsumohet kjo pjata, një lugë ndoshta nga i mielli i guackave të vezës, se do të, kjo vazhdon procesin e tretjes dhe shiko, lëngu i limonit fillon që ta ndryshoj atë. Bëjmë edhe përzierjen për dhimbjen e gjurit, se jemi në minutën e fundit dhe dua që ta tregojmë për përzierje tjetër. Për dhimbjet e gjurit që janë shumë të shpeshta. Po patjetër, atëherë çfarë mund të bëjmë neve? Marrim afërsisht vaj lule basani. Po. Një shishe, 100 ml. Ja. Marrim ginger dhe e grim holl atë. Pra, Çfarë ngjyre e bukur që është kjo e lulës së po basanit. patjetër. Pra, shikojmë këtu tash. Ne duhet hedhim këto feta të grira holl në mënyrë që të më ekstraktohen në këtë vaj. Ginger afërsisht ne do të përdorim një sasi që tjetë edhe si anti-inflamator, por edhe të na bëjë një mineralizim të kockave. Dhe këtu kemi sjell një rrënjë e cila është dhe shikojmë tashin, shiko kjo rrënja, E që është turmerikut? tepër e rrënjë turmeriku, po ta shikojmë është shumë e zverdhur, shumë e verdhë. Kjo ka kurkumin në përqindje shumë të lartë. Kjo përdoret dhe është një anti-inflamator i mrekullueshëm. Që mund të përdoret edhe në gatime të Po ndryshme. patjetër, po, ka atë që të ngjyros shumë, Po. sepse kurkumina këtu është në një përqendrim më Më të shumë madh. se 3.5. Pra, hedhim këtë kurkuminën, që kjo duhet të jetë afërsisht një lugë çaj e mbushur, dhe shtojmë në brendësi të saj edhe një lugë gjelle nga speci djegës. I përzijim këto, i mbyllim dhe i lëm afërsisht. Po, Pra vaj lule së basanit, kemi ginger, turmerik dhe fara speci djegës. Dhe kjo do të lihet një javë deri në 10 ditë. E mbyllur. Shtojmë nga vajrat më vonë, patjetër, po, shtojmë nga vajrat këtu vaj dafine, nëse do të kishim, edhe rozmarin. Nëse nuk i kemi këto, atëhere, kjo pjesa tjetër do të mbushet me gjethe dafine dhe gjethe rozmarine. Mbyllet, përzihet shpesh herë kështu, 2-3 herë në ditë. Dhe me këtë tonik lyejmë? Dhe me këtë ne do të përdorim për lyerjen e kockave të kyçeve që dhembin. Një trajtim tjetër është për shembull, po të vëmë re, ka shumë njerëz që përdorin fetat e patates. Atëhere, këto fetat e patates kanë në brendësi të tyre, kanë acide klorogjenike dhe ujë, ka gati 75-80% ujë. Ky ujë tashin, për shembull, ka vetin që nëse ne do ta ngjisim kështu mbi lëkurë, ai freskon. Por qepa, le të themi, ka dhe kjo patate, ka një veçori interesante. Është, si thuash, hygroskopike, thith, tërheq. Kështu që ne nëse do ta vendosim këtë, por pak të pluhurosur me krip, pra truku tjetër, patate me krip, për ta vendosur tek patate e pluhurosur me pak krip. Atëhere, pjesa që dhëmb, gjuri i enjtur e kështu me radhë, lyhet me një vaj, po ta kishim këtë vaj në basanit, me këto që ne bëm, është i mrekullueshëm se ai speci djegës më përmirëson dhe qarkullimin e gjakut, dhe mbi të neve të vendosim këtë fetën e patates, atëhere, do të përmirësohet qarkullimi i gjakut nga speci djegës dhe nga natriumi dhe klori, dhe kjo do të filloj që të më thithë atë inflamacionin që ndodhet brenda kockave dhe kyçeve. Ndaj edhe përdorim dhe për dhimbjen e kokës. Na mbaroi koha, doktor, faleminderit, unë e di që keni një pasion të jashtëzakonshëm domos për këtë temë, të cilën ja keni dedikuar dhimbjes së kockave, osteoporoz edhe përmes botimit tuaj, i cilin ne kemi promovuar Mixed Alternative Shqiptare, risi në trajtimin e sëmundjeve të kockave, kështu që këto dhe shumë receta të tjera dhe informacione janë dhe të grupuara në një botim, në një udhëzues të tillë, një guid alternative. Faleminderit edhe një herë për këshillat. Ditë të mbarë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur.